Bashkimi Evropian nuk bën as lojra, nuk bën as komente në Facebook për sy më sy. Bashkimi Evropian nuk merr pjesë në votime në Shqipëri, nuk ka fanel partijake shqiptare. Bashkimi Evropian ka një mekanizëm të tërë për të monitoruar ecurinë e punëve në një vend që pretendon të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Dhe ai mekanizëm nuk do të di fare, siç thash, as për përkatësira politike, as për simpatira politike, as për. Ai mekanizëm është një mekanizëm i ftohtë, i akullt, që shikon vetëm punën dhe rezultatet. Dhe tani, nëse në bazë të punës dhe rezultateve, ky mekanizëm thot të kundërtën, komplet të kundërtën, e këtyre që thua ti Bledi dhe që thonë plot të tjerë si ti këtu që nisen nga të tjera premisa, do të thotë që në të vërtet Shqipëria po bën hapa shumë të mëdhenj në transformimin e gjithë organizmit të vetë shtetëror dhe po bëhet një shtet i gatshëm për të bërë shtet antar i BE-s. Ky është fakti. Dhe këtë fakt nuk e luan as topi, edhe jo më fjalët e tepërta që janë fukarallëk. Dhe pse duhet vota në 11 maj të mos shkoj askund tjetër? Sepse këto negociata janë një proces ku nuk ka asnjë ditë, jo më muaj apo vit për të humbur. Sepse nëse humbasin qoftë një ditë, atëherë gjërat shtyen, dhe nëse shtyen, aeroport mund të mbyllet.